Drizan Shala, eksperti sigurisë, është me mua në këtë lidhje të drejtë për të diskutuar për këto zhvillime. Drizan, mirëmëngjes. Mirëmëngjes Esmeralda, për ju dhe për audiencën juve, kënaqësia ime. Mirë, gjithë ajo sasi eksplozive, për çfarë gjendej në Kosovë, për çfarë motivi, çfarë po përgatisnin serbët me këtë, pasi ajo është gjetur në një territor të banuar me shumicë serbe, apo jo? Padyshim se po, pra është fakti që tani me qendrat, nën qendrat dhe pikat operative të strukturave paralele dhe të sigurisë së Serbisë, tani nuk janë nën kontrollin dhe menaxhimin e tyre, dhe kjo po ja mundëson më pastaj që përmes një pune të shkëlqyer të bashkëpunimit me institucionet të Kosovës dhe komunitetin serb të marrin informacione relevante nga terreni dhe të veprojnë. Pra, gjithë ky arsenal i gjetur tani në pjesë të ndryshme të Kosovës, në veçanti në pjesën veriore, e dëshmon faktin që Serbia e kishte militarizuar pjesën veriore në mënyrë sistematike në periudha të caktuara kohore, dhe meqense tani me strukturat paralele nuk ekzistojnë në fuqinë e saj që kanë ekzistuar më herët, intervenimet e institucioneve të sigurisë të Republikës Kosovës, tani është shumë e lehtë dhe shumë e menaxhueshme identifikimin e atyre qendrave, nën qendrave, pikave operative për të neutralizuar më pastaj rreziqet që mund të vijnë nga ato pozicione. Gjetja kësaj sasie të eksplozivit e dëshmon një fakt që Serbia, edhe përmes inkorporimit të kompanive të ndryshme, të cilat janë të lidhura drejt për drejt me strukturat shtetërore të Serbisë, që është rasti Trajal Kooperacja AD nga Krushevci, dëshmon faktin që kemi patur një ndërhyrje dhe një dorë të shtetit të Serbisë brenda organizimit strukturor të strukturave paralele të Serbisë në territorin e Kosovës, respektivisht për të krijuar struktura paramilitare të caktuara për të kundërvyer rendit kushtetues të Republikës Kosovës. Po ju rikthejmë te pjesa më kruciale, çka mund të shkaktojë një sasi e tillë të eksploziv, po flasim për 140 kg eksploziv, e dëshmon faktin që ky kryesisht përdoret për sabotazh në infrastrukturën kritike. Ju kujtohet rasti që ka ndodhur mbi infrastrukturën kritike të kanalit të Iberlepensit, akte terroriste të shkallës së lartë, pra me veprime të një sasie të caktuar të këtij eksploziv mund kryen në akte terroriste, por njëkohësisht edhe për të kryer operacione paramilitare, që është rasti i Banjskës. Pra, gjitha këto janë një ombrell e caktuar e intervenimit dhe involvimit drejt për drejt të strukturave shtetërore. Mos harrojmë një gjë, Esmeralda, Trajal Korporacia, djem e ministrit Gashic janë pikërisht menaxher të një ekipi të futbollit që financohet nga Trajal Korporacia. Pra është një lidhje shumë e shkurtër mes organizimit shtetëror, përdorimit të infrastrukturës shtetërore, që në rasti kompanive përkatëse, dhe aktivizimi përmes grupeve paraushtarake shtetërore të Serbisë në territorin e Republikës Kosovës për të kryer aktivitete të caktuara në interes të politikës ditore dhe strategjike të Serbisë në territorin e Kosovës. Të paktën sipas mediave, një kompani e falimentuar, e zhytur në borxhe dhe vetëm me ndihmën e Gashic, ministrit aktual të kabinetit Aleksandar Vučić, ajo arriti të ringrihej, pra dhe tashmë të jetë operative. E gjithë kjo mund të lidhet pra edhe ajo sasi eksplozivi që u gjet në veri të Kosovës, duke marrë parasysh ato çfarë ndodhi me Banjskën pak kohë më parë, të jetë me dijenin e autoriteteve zyrtare. Padyshim, nuk po flasim këtu prapë të çështja e sasisë eksploziv për 1 kilogram që mund të ikë shumë lehtë nga arkivi apo nga pjesa e inventarit të asaj kompanie, po flasim për 140 kg. Pra asgjë nuk ndodh në territorin e Serbisë që i përket industrisë ushtarake, që i përket kompanive të cilat janë të lidhura me segmentin e sigurisë, sepse kjo kompani në fjalë ka një kontratë apo një marrëveshje me kompanitë ushtarake dhe dihet si protokollet e sigurisë janë më të rrepta dhe asgjë nuk ndodh pa lejen paraprake të mekanizmit politik udhëhec të këtij institucioni që ka marrëveshje kooperative mes Trajal Kooperacia dhe Ministrisë së Mbrojtjes së Shtetit të Serbisë. Pra, asgjë në këtë drejtim nuk ka ndodhur pa dijeni dhe involvimi i këtyre kompanive
afër mekanizmeve shtetërore të sigurisë, e dëshmon për një kriminalizim të strukturave shtetërore të Serbisë që kanë të njëjtin qëllim, përdorimin e infrastrukturës politike shtetërore për të kundërvua rendit dhe sigurisë publike dhe asaj nacionale në Republikën e Kosovës përmes këtyre formave të caktuara, edhe elementeve hibride, po edhe njëkohësisht edhe elementeve kriminale para-ushtarake në ndërtimin e Kosovës. Ndërkohë që ditën e djeshme kemi parë atë që quhet drejtori i zyrës për Kosovën të takohet me ambasadorin rus dhe t'i raportojë atij për Kosovën dhe ecurinë e takimit në Bruksel. Pra duket sikur kryeministri i Petar Petković është ambasadori rus në Beograd dhe jo Aleksandar Vučić. Padyshim është paradoksale edhe ju e vetë theksim pikërisht të zhvillimet të cilat në fakt nuk duhet të shiheshin fare. Pra, ministri i kabinetit qeveritar të qeverisë së Serbisë i raporton për një takim në Bruksel për një nga segmentet të rrëdhënëse për Kosovën, pra për personat të pazgjetur dhe personat të zhdukur dhe informon për çdo detaj të caktuar që përket arritjes së asaj marrëveshje me palën shqiptare, respektivisht të Kosovës, dhe kjo është paradoksale sepse e dëshmon për një gjë të tillë, që lidhja e caktuar e segmenteve shtetërore të Serbisë. Pra, njëri segment tenton ta kultivojë dhe mirëmbajë lidhet me pjesën e Moskës zyrtare, pra një segment i qeverisë aktuale të Serbisë, nëse pjesa tjetër, që është rasti i presidentit Vučić, tenton që tjetë edhe me rusët, edhe me kinezët, edhe me Bashkimin Evropian, tentoj që të ketë edhe një lidhje me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, pra të krijojë një lloj hapësire të caktuar të veprimit pa u ndikuar fare nga veprimet të caktuara, ndërsa informimi periodik që i bëhet ambasadorit rus në Beograd e lidh vetëm me forcën ato që qeveria aktuale e Beogradit, pra pjesa dërmuese janë të lidhur drejt për drejt me politikën e Moskës dhe janë të kapur nga pjesa e Moskës zyrtare. Prandaj ju kujtohet Esmeralda tentativa për të spastruar edhe bien serbe, pra inteligjencën civile të Serbisë, për të spastruar me personel edhe dy inteligjencët të strukturave të sigurisë ushtarake të Serbisë nga njerëz lojal të Vučićit, e dëshmon një gjë, Vučić po tenton që përmes kësaj forme latente në brapa vit të spastroj ndikimin rus dhe të krijojë një lidhje më të fortë drejt për drejt vertikale mbi strukturat e sigurisë që tani më bas këtij takimit mund të kuptohet që ka një fragmentizim të zhvillimeve politike brenda Beogradit dhe kjo mund të vijë në një situatë të palakmueshme edhe të aspektit sigurisë që mund të reflektojë në pjesën e rajonit Ballkanit Perëndimor. Interesante kanë qenë deklaratat e bëra nga Aleksandar Vučić këto ditë, të cilat pasojnë një deklaratë të Lavrov që thotë që po bisedoj me amerikanët edhe për Ballkanin. Ai ka nënvizuar Bosnjë-Hercegovinën, por ka shtuar edhe se Bashkimi Evropian po i bën presion Serbisë ta njohë Kosovën. Ndërkohë, ditën e djeshme, Vučić ka thënë se për të nisur partneritetin strategjik me Kosovën në tryezën e tij ka dy kërkesa, njëra që lidhet me energjinë, ndërkohë që ka një partneritet strategjik në fushën e energjisë dhe tjetra është një kërkesë politike. Kërkesën politike ai nuk e ka sqaruar më tej, por çfarë mund të jetë kjo kërkesë politike që Shtetet e Bashkuara i bëjnë Aleksandar Vučić? Fakti që tani kemi të bëjmë me dy segmente të rëndësishme, segmenti i ndikimit rus brenda mekanizmit që është fakti i lidhjes apo mbarësia e saj në aspektin të naftës, po edhe aspekti elektroenergjetik, dhe segmenti i dytë politik ndërlidhet kryesisht në arritjen e marrëveshjes përfundimtare me njohjen e qendër të Kosovës nga shteti i Serbisë, sepse edhe në dokumentin strategjik të Shtetit të Bashkuara të Amerikës për 2026 është e përcaktuar qarta që palët do duhet që të arrijë një marrëveshje përfundimtare dhe mbas së cilës Shtetet e Bashkuara të Amerikës do të jenë garant se kësaj marrëveshje mes të dyja palët. Ju e keni vërejtur edhe çështja e takimit të bordit për paqe
në të cilën Kosova është antare, ndërsa Serbia nuk është antare e këtij bordit. Njëkohësisht që keni vërejtur që ka pasur një deklarim edhe të Aleksandr Vučić pikërisht për këtë situatë, se përket këtij bordit të pasës të kryesuar nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, që për Kosovën nuk ka elemente tabu, nuk ka normativa, sepse Charta e Shtetit e Bashkuara të Amerikës qëndrojnë mbrapa mbështetjes për një Kosovë të njohur nga vendet antare edhe të Këshillit të Evropës, po edhe të OKB-s. Mos harrojmë një gjë, goditja më e rëndë politike padyshim është pikërisht takimi që është mbajtur në mes presidencës Osmani dhe presidentit Trump, sepse në këtë bord të paqes është edhe Rusia dhe pikërisht hyrja e Rusisë dhe Kosovës në një bord do të thotë një baraspesh e barabartë sa i përket këtij bordi, dhe kjo implikon padyshim ndoshta edhe një lëvizje në të cilën dhe për të cilën Aleksandr Vučić ka frikën që mund të jetë edhe një goditje rëndë që Moska zyrtare tani në Republikën e Kosovës, pikërisht fal këtij bordi të përpashë dhe fal presidentit Trump. Por kjo mbetet protokolle për të analizuar lëvizjet e këtij bordi në muajt në vim. Por që njohja reciproke, njohja e Kosovës është parakusht formal i përcaktuar dhe i betonizuar nga Departamenti Amerikan i Shtetit për Serbinë, për të arritur që ajo të vazhdoj drejt arritjes së komunikimit strategjik për të përmbushur nevojat edhe të Shtetit Bashkuar të Amerikës në rajonin e Ballkanit Perëndimor, se Serbinë e shes si vend problematik, një vend i cili krijon tensione të caktuara në rajonin e Ballkanit Perëndimor. Po, por sa herë që ka një presion ndaj Vučić për Kosovën, gjithmonë krijohet një tension në veriun e Kosovës. Kjo është fakt, pra nëse ne i referohemi në aspektin retrospektiv, është një gjë faktike dhe argumentuese. Ju vërtetë edhe faktin që në deklarimin që ka bërë ministri përkthim apo ministri pa protokol për Kosovën në takimin me ambasadorin rus, ka potencuar që në Kosovë serbët janë të shtypur, në Kosovë serbët ndjejnë presionin dhe represionin të institucioneve të Republikës së Kosovës. Prandaj është një formë luftës hibride për ta marrë në një formë një mbështetje politike në rast se do të ketë një mazë vepruese në drejtim të Republikës Kosovës. Por Esmeralda është fakti që gjërat tani mund të themi se në kohën aktuale ka ndryshuar, se politika e Beogradit në veri tani më ka ndryshuar, me qenë se kemi një rilegjimitet të serbëve në pjesën veriore të dalë nga zgjedhjet lokale, takimet që janë duke mbajtur kryetarët e Komunitetit Serb me përfaqësues diplomatik janë të favorshme për ta, dhe pikërisht represioni politik hibrid përmes dezinformimeve të caktuar, ka një kampanje të caktuar mbi mekanizmat e sigurisë, madje kemi patur edhe një deklarim të rrethëm se disa serbë janë rrahur nga ana e strukturave të sigurisë të Republikës Kosovës, nga ana e policisë Kosovës, që më pastaj demanti ishte bërë nga vetë Inspektorati i Policisë Kosovës përmes argumentimeve dhe fakte të ofruara për prokurim speciale të Republikës Kosovës, e cila kishte trajtuar rastin me fjalë. Pra kjo dëshmon faktin që përmes formave hibride dhe elementeve të caktuara tentohet të krijohet një atmosferë artificiale se gjëja komunitetit serb në Republikën e Kosovës janë të kërcënuar në mënyrë sistematike, dhe për të krijuar një veprim në terren do duhet pritur bekimin e presidentit Vučić, dhe a mund të ndodhë një gjë e tillë mbetet për të analizuar pas periudhës së muajit maj të 2026, se si do të rrjedhin gjërat deri atëherë dhe si do të përcaktohet direktiva e orientimit strategjik të Shtetit Bashkuar të Amerikës sa i përket influencimit dhe presionit mbi Aleksandr Vučićin. Mos harrojmë një gjë, Esmeralda, është fakti që në këtyre ditëve nuk kemi raportuar fare sa i përket edhe protestave të krijuara artificialisht nga ana e Aleksandr Vučić, më pastaj të kapur nga strukturat e ndryshme inteligjente në pjesën e Beogradit. Pra, ju argumentojmë qarta që këto protesta që kanë një lidhshmëri njëra me tjetrën, ndoshta për audiencën duket si absurde, po mozaikun në tansi e dëshmon faktin që protestat ishin krijuar pikërisht nga Aleksandr Vučić për të minimizuar kërkesën e palës ruse që në atë periudhë kohore të intervenojë në pjesë të ndryshme të Republikës Kosovës përmes një konfrontimi të hapur. Më pastaj patëm një involvim të strukturave inteligjente për të goditur Aleksandr Vučić, duke influentruar brenda strukturave të sigurisë të Serbisë nga
inteligjenca të ndryshme perëndimore, ku më pastaj e shohim një tentativë të pastrimit të terrenit të strukturave të sigurisë të Serbisë nga ana Aleksandar Vučić për të rikthyer mbështetësit e tij lojal ndaj politikës së Beogradit dhe pikërisht në këtë segment, në këtë qark të mbyllur, ne e shohim tani më një pauzim të këtyre protesta, mund presim padyshim një intensitet të protestave për të ikur dhe për të përshëndruar veprimet politike të cilat i ka marrë nga qëndrimi i qartë i Shtetit Bashkuar të Amerikës. Kemi edhe një deklarim për herë të parë të Ministrit Shqiptar të Mbrojtjes, i cili duke komentuar qëndrimet e Serbisë, qëndrimet vazhdueshme të Aleksandar Vučić për marrëveshjen mes Shqipërisë, Kosovës dhe Kroacisë, ka theksuar se ai e ka ftuar Serbinë, por nuk ka marrë asnjë përgjigje. Është fakt që në pjesë të caktuara të strukturave politike dhe atyre të sigurisë të trija shtetet të cilat ishin nënshkruese marrëveshjes tripalçe, kam patur informacione sa përket kërkesës së bërë në drejtim të qeverisë së Shtetit të Serbisë që të inkorporohet në këtë marrëveshje e cila është në frymën e doktrinës amerikane. Por fakti që Serbia ka refuzuar pikërisht që mos të jetë pjesë përbërëse e kësaj, ndërlidhet me pjesën e Republikës së Kosovës në njërin anë, në anën tjetër, doktrina aktuale e Serbisë nuk është në kuadër të komponentës të NATO-s, po tani më është qëndruar në kuadër të komponentës së Kinës, pra një doktrinë kineze do të shohim në vitet në vijim nga ana e strukturave shtetërore të sigurisë dhe mbrojtjes të Serbisë, dhe kjo e forcon më pastaj presionin që i vjet nga ana e Shtetit Bashkuar të Amerikës, sepse marrëveshja e cila mund të themi është një marrëveshje e cila tejkalon edhe konceptet aktuale të sigurisë dhe mbrojtjes së NATO, sepse e krijon një regionalizim ushtarak, e krijon një mundësi ushtarake pikërisht në vizionin strategjik të leadershipit ushtarak dhe politik të tri vendeve nënshkruese të kësaj marrëveshje. Prandaj ministri Vengo në konferencën e tij të paraqitur të bërë në Tiranë dhe duke treguar faktin e kërkesave eksplicite të trija vendeve, duke treguar nevojën, e dëshmon faktin që ne në vitet në vijim do të shohim një industri të përbashkët ushtarake për të përmbyllur nevojat dhe kërkesat që mund të vijnë nga komponentet e caktuara të ushtrisë, sepse edhe ministri e potencoi faktin që siguria më nuk është e mirëqenie në aspektin e ofrimit të garancave të përgjithshme, pra ne duhet të jemi të vëmendshëm dhe të kujdesshëm që të investojmë në nevojat nacionale duke përcaktuar çartat dhe interesat kombëtare të shtetit të Shqipërisë në raport me Kosovën, por njëkohësisht edhe në partneritet të ngushtë, jo vetëm me Kroacinë, por edhe me vende të tjera që mund të jenë pjesë përbërëse të kësaj nisme, e cila de facto është një promotor i jashtëzakonshëm në aspektin e sigurisë dhe mbrojtjes. Duket se vendet e vogla dhe me mundësi më të pakta janë të fokusuara tek prodhimi i dronëve dhe antidronëve. Këtë ka deklaruar Kosova, Shqipëria, Kroacia që është lider, ndërsa vendet e mëdha prirën drejt teknologjive pak më të sofistikuara dhe të avancuara të avionëve luftarak, vendet e vogla janë përqendruar tek kjo. Duke parë dhe çfarë po ndodh në Ukrainë, janë dronët, antidronët, e ardhmja e luftës, pra nuk ka më luftë, po them, me pushke, me automatik, siç ka qenë më herët, por në vend të tyre tashmë janë dronët. Dronët do të luajnë një rol kyç në fushë betejat përkatëse të fushë betejave të shekullit 21, po asesi nuk do të zavendësojnë aspektin human, pra aspektin e ushtarëve dhe oficerëve dhe nënoficerëve të cilët përgatiten dhe trajnohen pikërisht për përdorimin e armëve, sepse edhe droni është armë në veti dhe pikërisht për të menaxhuar dronin do duhet të kesh personelin adekuat të trajnuar dhe të frymësuar. Sa përket pyetjes tuaja se a do të kemi një rikonceptualizim të interesave dhe përcaktim të qartë që fushë beteja do të ndikohen nga pjesë të përdorimit të dronëve, po dyshim se po, se lufta Ukrainë-Rusi e hapi këtë kapitull të ri, të themi senzacional në aspektin e përcaktues të fushë betejave, ku përdoren edhe dronët komercial dhe mund të shfrytëzohen për nevojat e veprimeve operacionale ushtarake. Prandaj investimin në komponentën e dronëve, qoftë në pjesën, qoftë që Kroacia tani me ka një avancim,
sa i përket edhe teknologjisë e saj për negociatë edhe industrisë ushtarake të saj të mbrojtjes. Shqipëria dhe Kosova gjatë këtij viti dhe viteve në vijim do të jenë përcaktues të qartë të veprimeve konkrete për të krijuar teknologjinë përkatëse të prodhimit të droneve, të cilët do të kenë rrezet veprime të përcaktuar sipas interesit dhe intervalit përcaktuar kohore, sepse ne nuk do të prodhojmë dronë të cilët do të kalojnë për masat e kilometrazhit, qoftë mbi 1000 kilometra, sepse fush veprime dhe veprimet e interesit shtetëror, qoftë të Kosovës, qoftë të Shqipërisë, nuk janë ekspanzuese, po janë mbrojtëse, prandaj dronet të nivelit që e kanë, qoftë pjesa e Shtetit Bashkuar të Amerikës, pjesa e Turqisë apo pjesë të ndryshme siç është Britania e Madhe, nuk do t'i prodhojmë, por ne do të prodhojmë sisteme të caktuara kompatibile sipas interesit dhe relievit dhe hapësirës gjeografike për të cilat do të përdorim këta dronë për kas luftarak dhe mbrojtjes në interesat e sigurisë kombëtare të shtetit të Shqipërisë apo të Kosovës në veçantë. Po, por duket se fokusi nuk është thjesht i prodhojmë për nevojat e vendeve, pra qoftë Shqipëria dhe Kosova, por edhe për eksport. Të paktën kështu kanë deklaruar të dy ministrat e mbrojtjes, edhe i Shqipërisë edhe i Kosovës. Çështja e eksportit të droneve në fazën më të tjetër, ndoshta pas vitit 2030 do të mund të jenë më të levarditshme, sepse deri atëherë ne do duhet të përmbushim nevojat nacionale, do duhet të përmbushim edhe kërkesat e eksportit, sepse mos harrojmë që teknologjia e droneve janë evaluese, pra nuk mund të përcaktojmë që ne ta ndërtojmë një dron në 2026 dhe efekti i këtij dronit mund të jetë deri në 2030, sepse teknologjia është duke avancuar. Prandaj ne do të krijojmë në rend të parë, sipas asaj që mund të deshifrojmë, ministri ka thënë që do të ketë mundësi të eksportimit, që padyshim që është në interesin e stabilitetit infrastrukturor dhe nevojës së mbulueshmërisë së shpenzimeve për prodhimin e droneve për nevoja kombëtare, por në rend të parë do duhet krijohet stabiliteti dhe stabilimenti përkas teknologjik dhe infrastrukturor, që më pastaj pas përmbushjes së nevojave nacionale, më pastaj mund të shpërndojmë këto nevoja edhe në eksportimin përkas në drejtim të vendeve përkatëse. Edhe pyetjet fundit kam Rizan, në rrjetet sociale ka qarkulluar një stërvitje me dron, edhe ajo u bë shumë shpejt shumë virale dhe theksoi se janë duke u testuar dronet e prodhuar në Kosovë. Esmeralda, çështja e asaj video të famshme tani me përgjithësi mund të themi të argumentuar që është një video e ardhur apo e bërë nga industria ushtarake e Kinës dhe shihet një dron i cili i gjason dronit i cili është proklamuar që do të ndërtohet në Kosovë, Sky Nishi, pra çështja e dronit si është plasuar në video, është një dron i cili de facto ka një rrezë veprimi dënimi 1600 kilometra, po është një dron i prodhuar nga industria ushtarake kineze dhe pikërisht manipulimi që është bërë nga kompania përkatëse në Republikën e Kosovës mund të argumentohet vetëm me një fjalë, një tentativë për të manipuluar opinionin e gjerë, por një tentativë për të treguar se ndoshta në të ardhmen mund të kemi kapacitete të tilla të prodhimit të droneve përkatës, por që në fakt argumenti është ndryshe në terren, sepse ishte një fake informacion i ardhur pikërisht nga kompania në fjalë, që në fakt nuk do duhej që të jetë e tillë në formatin e bashkëpunimit të mundshëm mes institucioneve private dhe atyre shtetërore. Por që a kemi kapaciteteve humane që në të ardhmen ne të prodhojmë drone me sasi të caktuar, padyshim se po, por që testimi i droneve përkatës, leja dhënë nga ana mekanizmave të mbrojtjes, ku ti hin në një marrëveshje kontraktore me Ministrinë e Mbrojtjes, qoftë të Shqipërisë, qoftë të Kosovës, janë disa norma dhe disa protokolle të sigurisë që nuk të lejojnë që dronet të cilët të prodhohen për shtetin përkas të testohen në një territor jashtë mbikëqyrjes ushtarake të atij vendit. Prandaj ky dron i cili është plasuar nuk mund të themi që nuk ekziston, sepse ekziston si format model në kompaninë përkatëse, por që është praktikuar dhe shfrytzuar, padyshim që ky dron në video është një fake dhe asnjëse nuk përmban realitetin me të cilën është bombarduar opinioni gjerë publik. Faleminderit shumë Drizan, ditë të mbar. Faleminderit.